Në pritjen e organizuar nga Myftënia e Vlorës, me rastin e ditës së shenjtë të Fiter Bajramit, kanë marrë pjesë autoritetet më të larta të pushtetit lokal dhe atij qendror, përfaqësues të partive politike, deputet të Vlorës, por edhe kandidat për deputet, të cilët janë pritur nga Myftëria e Vlorës, Ardito Shllaku. Në fjalën e tyre, përfaqësuesit e pozitës dhe opozitës kanë uruar këtë ditë të shenjtë për të gjithë besimtarët mysliman, duke vlerësuar bashkëjetesën fetare në qytet. Një falënderim e kanë patur edhe për komunitetin mysliman si një ndër kontributorët që kjo bashkëjetesë fetare vazhdon duke u konsoliduar edhe më tepër. Në mesazhin e tyre të urimit për besimtarët, përfaqësuesit e pushtetit thonë se kjo ditë sot duhet të shërbejë për t'i bërë të kuptojnë të mbështesin më tepër njëri tjetrin, duke bërë më mirë për qytetin, por edhe për vendin. Do të uroja gjithë besimtarët që gëzuar Fiter Bajramin dhe Zoti më shëroft në lutjet e tyre, në sakrificat që kanë bërë gjatë muajit të agjërimit, dhe uroj vetëm shëndet, mbarësi dhe begati në familjet e tyre. Nga Myftënia e Vlorës, me pritjen e shtruar për Fiter Bajramin, uroj gjithë besimtarët musliman. Zoti u pranoft sakrificën e këtyre muajve, është një fest e cila sot finalizon tamam sakrificën dhe afron shpirtin e njeriut, shpirtin e gjithë atyre që sakrifikuan këto muaj me Zotin, kështu që uroj një pranim të kësaj sakrifice dhe uroj më të mirën, paqe dhe harmoninë në gjithë familjet e tyre. Gëzuar Fiter Bajrami. Sot është një ditë reflektimi, është një ditë ku gjithë ne besimtarët musliman dhe përfitojnë nga ky rast të përshëndes ata që kanë agjëruar, përfshi dhe simpatizantët tanë, duhet të reflektojmë dhe është një ditë që shërben si urë lidhse ndërmjet Ramazanit, i muajit të shenjtë dhe të ardhme son. Ne duhet të lidhim ato mësime, ato virtyte që u përpoqëm në bazë të mësimeve të profetit Muhammed, t'i zhvillonim dhe t'i forconim gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, t'i lidhim për gjithë vitin. Duhet të ketë kontinuitet. Sot është një jetesa, është bërë e vështirë. Familja shqiptare është përballë sfidave. Njerëzit duhet të jenë më të hapur, më të dashur, më të mëshirshëm. Nuk mund ta gëzoj pasurinë një individ apo një grup individësh kur komshinjtë e tyre janë të varfër. Jemi në një kohë kur të gjithë duhet të shpërndajmë mirësi, duhet të shpërndajmë dashuri, ashtu si na mëson feja, të shpërndajmë solidaritet, ndihmë dhe përkraje. Ndihmë dhe përkraje për të vobektit, për të varfrit, për shtresat në nevojë. Kjo ditë le të na shërbej të gjithëve ne për të vazhduar në ato mësimet më të mira, që të gjitha mësimet e fesë muslimane janë të denja, janë të virtutshme për besimtarët dhe në traditat më të mira të gjithë shqiptarëve pavarësisht besimit të tyre. Unë përfitoj nga rasti të përshëndes Myftiun, drejtuesit këtu në Vlorë, për organizimin dhe për krajen, mbështetjen që u ka dhënë besimtarëve të tyre dhe për atë panësin, dashurin dhe respektin që tregojnë për gjithë përfaqësuesit e forcave politike. Ju falemderit dhe gëzuar Fiter Bajramin dhe mbarësi, dashuri, solidaritet, bashkëpunim me njëri tjetrin, larg urrëties gjithë vit dhe vitet që janë në vijim, për prosperitetin e familjeve tona, të kombit ton të Shqipërisë. Në këtë ditë të begat të Fiter Bajramit, i urojmë të gjithë qytetarëve vlonjat, gëzuar, begati dhe gjithë të mirat në familjet e tyre. Falenderojmë dhe Myftiun Ardito Shllakun për të gjithë organizimin që ka bërë për të gjithë besimtarët musliman gjatë ditës së Fiter Bajramit. Dhe në fakt këtë vit e kemi sepse ka agjëruar gjatë gjithë muaj dhe ka kuptuar shumë mirë se çfarë do të thotë agjërim. Dhe më pëlqeu ajo pjesa kur tha se nuk e kam provuar më përpara, dhe unë gjej rastin t'ju them të gjithë atyre të cilët duan ta sfidojnë sadopak veten e tyre, po një ditë, sepse ditën e dytë do e kenë me kënaqësi. Uroj të kenë një agjërim të pranuar dhe gëzuar Bajramin të gjithëve. Të gjithë besimtarëve musliman, në mënyrë të veçantë të gjithë atyre që agjëruan,
dhe nëpërmjet agjerimit dhe privimit nga ushqimi gjetën dhe sprovuan jo vetëm durimin, por mbi gjitha gjetën besimin në Zot. Lutjet tona u pranofshin dhe Zoti ndriçoft në rrugën tonë. Gëzuar gjithëve. Urojmë gjithë besimtarët musliman në këtë ditë të shënuar, gëzuar festën e Fiter Bayramit. Një urim të veçantë shkon për të gjithë ata që kanë agjëruar, Allahu ja u pranoft dhe t'ua bëj të lehtë agjërimin. Gëzuar dhe gëzuar të gjithë familje e lumturi, begatin familjet e tyre. Gëzuar festën e Fiter Bayramit të gjithë besimtarëve muslimanë dhe të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Le të jetë kjo festë e një muaji të gjatë sakrifice dhe reflektimi për gjithë njerëzit dhe të sjellë fat, begati dhe harmoni në të gjitha familjet tona. Një ditë shumë e bukur, një ditë plot diell, plot shkëlqim, ashtu sikurse i takon kësaj dite, gëzuar gjithë shqiptarëve, harmoni, begati, shëndet, mbarësi në familjet tuaja. Një ditë që ka simbolikën e shenjtërimit, një ditë që ka simbolikën e vllazërimit dhe paqes. Gëzuar. Uroj gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fiter Bayramin, le të ketë qenë agjërimi i lehtë dhe i pranuar për gjithë. Gëzuar. Ditë e madhe të Bayramit, uroj të gjithë agjëruesit agjërim të pranuar dhe të gjithë muslimanët lutje të pranuara. Falenderoj Arditin me ftyrën e Vlorës që ka sjellë një risi të madhe edhe në Vlorë me faljen e njerëzme për Çamerin, edhe me ristrukturimin e xhamisë. Falenderoj shumë Ardit, edhe gëzuar gjithë shqiptarëve. Ndërkohë, edhe ky Fiter Bayram me sa duket i ka gjetur partitë politike të përçara, ku përfaqësuesit e partive politike të futur tashmë në një garë të edhshme elektorale kanë marrë pjesë në pritjen e organizuar nga Myftinia Vlorë në orare të veçuara mes partive.